بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Allah në falenderojmë, atë e lavdërojmë, vetëm për ti falën, ndim për krahje dhe çdo të mirë kërkojmë. Salavatet, selamat janë për Muhammedin alayhis salam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe të sinqertë dhe mbar ata që e ndjekin rrugën sunetin e këtij pejgamberi deri ditën e fundit. Jemi sonte me një prej temave madhore të fesë islame, të cilën temë islame qysh herët në fillet e saj, përkundër që e ka sulmuar dhe e ka luftuar shirkun, politeizmin, edhe gjërat negative, fenomenet negative në rrezullin toksor. Një prej objektivave dhe një prej synimeve që ka pas brenda saj, shpallja, është edhe rregullimi apo përmirësimi i raporteve njerëzore. Do thonë, feja islame synon njëkohësisht krahas besimit, krahas imanit në Zot, krahas njohshmërisë në Allahun dhul xhelal, e synon edhe rregullimin e raporteve. Jo që aty këtu nuk kanë qenë raportet të njohura e kështu me radhë, por çdo herë njerëzimi ka pas ngecje, ka pas problematika, ka pas shkelje të drejtave, ka pas çrregullime të mëdha në njohjen e të drejtave të njëri tjetrit, në respektin e njëri tjetrit, në nderimin e njëri tjetrit. Andaj e përmendim si një prej temave më të rëndësishme me të cilat vjen feja islame, është tema që e kemi edhe na sot, që janë lidhjet farefisnore. Ndoshta para se të lexojmë diçka për lidhje farefisnore, ndoshta para se të kemi dëgjuar diçka për këto lidhje farefisnore, para se të dëgjojmë ajetet dhe hadithet e Muhamedit alayhis salam, nuk do të na kishte shkuar ndërmend se janë me kaq rëndësi të madhe. Po kur të dëgjojmë këto ajete, kur të dëgjojmë disa prej haditheve, me të vërtet pak na bën që çështjen e familjes, çështjen e lidhjeve dhe kujdesin dhe mos marrëdhënie e prishja atyre është çështje bajgi serioze, që duhet me marrë me një seriozitet shumë më të lartë, duhet me marrë me një qëllim shumë më fisnik dhe me sinqeritet bazuar në Zotin e Madhërisëm, që me dalë domethënë në fund me një rezultat të mirë, spaku në këtë botë dhe botën tjetër para Allahut dhul xhelal. Andaj e përmend se prej bukurive të fesë islame çenka edhe rregullimi i raporteve familjare. Në gjuhën arabe i thuhet siletur rahim, lidhja familjare, lidhja farefisnore. Në fakt lidhja farefisnore nuk është e parapame me thonë se është lidhja e ngushtë, do të thonë që e karakterizon vetëm një familje, jo. Aty hin padyshim familja e ngushtë pikë pari, në rangun e parë, por duke u zgjeru pas e rrethi nga të gjitha anët, ose nga ana e prindit, babait, ose nga ana e nanës, duke shku pastaj duke zgjeru tek gjyshjet e axhallarët të tjerë, derisa zgjerohet edhe vetë farefisi. Secili, domethënë të drejtën e ka më të madhe për faktin sa është më i afërt, sa është më i afërt me neve. Andaj njëkohësisht kur e kuptojmë se është objektiv e fesë, është synimi i fesë, rregullimi i raporteve, nxitja për të mbajtur këto lidhje farefisnore dhe qortimi e kritika dhe kërcënimi për shkputjen dhe prishjen e këtyre raporteve, na bjen me kuptu se kjo ka një prej detyrimeve të fesë islame, e që me lejen e Zotit do t'i përmendim disa ajete dhe disa hadithe për më kanë pak më të qartë rreth kësaj që e themi. Janë shumë ajete, po kemi përzgjedh disa prej tyre. Thot Allahu dhul xhelal: "Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham." Dhe keni dro Allahun që ju i luteni atij dhe familjarët tuaj. Thot Allahu: "Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba." Allahu urdhëron me drejtësi, me bamirësi dhe me ndihmë
me sadaka, me ndim për të afërmit. Thot Allahu Dhu Xhelal, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba. Adhuroni Allahun, mos i shoqëroni asgjë atij dhe ndaj prindërve të keni bamirësi dhe ndaj të afërmve. Çdo herë ulemat në këto ajete ndalen e marrin një farë shkoçitje, një mësim, një porosi. Nuk është e rastësishme me ardh mas adhurimit të Zotit, mas ndalimit që mos mi bësh shirk atij, me ardh urdhë vijim, respektin, nderimi, mirësia ndaj prindërve dhe familjarëve, edhe më se kjo është obligim shumë i vogël. Jo, është për obligime të mëdha. Nëse vetë renditja të jap me kuptu këtë obligim apo këtë detyrim të Allahut Azza Xhelal. Njëkohësisht Allahu subhanahu wa taala e lavdron ata të cilët i mbajnë këto lidhje farefisnore. Thot Allahu: "Walladhina yasiluna ma amara Allahu bih." Ata të cilët i mbajnë lidhjet për të cilat lidhje Allahu ka urdhëruar dhe kanë frikë Zotin e tyre dhe kanë dro nesër dënimin e dhëmshëm. Kështu Allahu Xhelal na flet përmes këtyre ajeteve për rëndësinë, vlerën që ka mbajtja e lidhjeve farefisnore. Rëndësia e mbajtjes së lidhjeve kuptohet ose në anën e vlerësimit, të lavdrimit, po kuptohet edhe ka ana e, si thashë edhe më herët, kur Allahu e çorton apo kërcënon për ta. Përderisa Allahu çorton për një vepër, përderisa Allahu kërcënon për një vepër, kjo është rregull fetar për të cilët mirët mësim se mbas atij ajeti apo mbas atij hadithi është një rregull fetar që quhet mëkat i madh apo është një rregull fetar që quhet fars. Pra, përderisa ka dënime që lidhen me një prej detyrimeve, atëherë kemi të bëjmë me farzët e Zotit. Kështu që mbajtja e lidhjeve nuk mund të kuptohet nga një musliman si çështje e preferuar, si diçka që nëse i shkon për çefi mund ta bëjë, po nuk deshti mund ta lënë. Si çështje me disa prej prej veprave më të rëndomta që janë brenda fesë islame, që nëse njeriu i bën shpërblet, nëse njeriu nuk i bën nuk dënohet, atë ka të bëjë me çetë kategori. Kjo nuk është prej tyre. Andaj spari çka mund ta kuptojmë, ta dim çfarë pozite ka lidhja farefisnore. Mos e konsiderojmë një prej mustahabateve që i thonë për gjërat të preferuara, që nëse e bën është mirë për ty, po nuk e bën e nuk ka kur gjë. Ja, është problem. Shkëputja. E kemi ajetin kuranor ku Allahu dhe tash në kontekstin e qortimit thot fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Nëse ju e ktheni shpinën Allahu Dhu Xhelal, do të bëni shkatrime në tokë dhe do të shkëputni lidhjet farefisnore. Ky ajet ka ardhur për hipokritët. Si qortim për ta, si zbulim të asaj se çfarë e kanë ata zakon dhe adet ta bëjnë. Dhe nuk mundemi na që si muslimat ta pranojmë një kriter të tillë që në natë përfshimi Allah na ruaj nga këto ajete duke e neglizhuar vetën, sikur do të vijmë inshallah ditë të shkaqet që kanë sjell ditë prishje e lidhje farefisnore, sidomos në kohën e sotme. Andaj flet ajeti kuranor për hipokritët. Thot Allahu Dhu Xhelal në ajetin tjetër, surën Bekare, wa ma yudhillu bihi ila al-fasiqin. Nuk devijojnë nga rruga e Zotit përveç ata që janë fasik, ata që janë njerëz të shturë, dhënë pas mëkatit. Kush janë ata? Alladhina yanquduna ahda Allahi min ba'di mithaq, ata që e prishin çdo marrëveshje me Zotin pasi që e kanë lidhur atë marrëveshje. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal, dhe e ndërpresin çdo lidhje që Allahu ka urdhëruar që ajo lidhje të mbahet. Për këtë është lidhje farefisnore. Normal, ajetet si kjo edhe më harët ngërthejnë në vete edhe lidhjet tjera jashtë lidhjeve farefisnore. Për shembull, marrëveshja jonë me Allahun është besimi në Zot.
Do të thonë është besnikëria jo ndaj Zotit, sinqeriteti ndaj Allahut, besën që kemi dhënë Allahut se do të jemi musliman e do ta praktikojmë fenë islame, se do ta ndjekim Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sunetin e tij, se ai do të jetë shembull për ne, se do ta ndjekim metodologjinë e sahabëve, do të jemi në rrugën e drejtë deri në frymën e fundit, do të mbajmë çdo lidhje me cilën lidhje Allahu na urdhënon. Qoftë ai lidhje me të afër apo me të larg, por duke thënë se çfarë lidhje falefisnore, lidhje familjare është në një situatë pak në një nivel pak më të lartë se sa lidhjet tjera. Ndërsa sa i takon haditheve, tash po dalim pak ka hadithet e pejgamberit alayhis salam, me kuptu se sa konkret ka qenë ai në fjalët e tij në lidhje me sforcimin e çështjes, me lidhje me dhënë rëndësi sa më shumë çështjes së mbajtjes së lidhjeve falefisnore. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahim muallaqatun bil arsh. Thot rahim, lidhja falefisnore, është e varur për arshin e Zotit. Thot u men wasalani wasalahu Allah. Kush më lidh me mu lidhje, lidhet me të Allahu. Kush i shkput lidhet me mua, i shkput me të lidhen Allahu dhu xhelal. Hadith është në Muslim nga Aisha radhiyallahu anha. Çetër hadith thot, e ngjashëm me të. Kur Allahu ka kriju krijesat, derisa janë përfundu krijimi i tyre. Atëherë lidhja falefisnore ka dhënë një pyetje. Thot Zotit, o Zot, ky vend e ka pun një vend të ngritur, është vendi atij që e meriton, i cili është ruajtur dhe ka kërkuar mbrojtjen tonë që mos të shkpute lidhet falefisnore. I tha Zoti, po, a nuk do të jesh i kënaqur që ta lidhi lidhjen time me të, ai që ka lidhje me ty, dhe të shkputi lidhet me atë i cili ka shkput lidhje me ty. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë rast thot, nëse dëshironi lexoni ajetin kuranor, fa hal asaytum in tawallaytum, se e lexon pak më herët, që thon për hipokritët. Do thon ajeti kuranor është në vit të parë për hipokritët, por i përgjithshëm për gjithë ata që binë në të njëjtat veprime. Hadithi gjithashtu është në Buhari dhe Muslim. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka gjuna të cilën e përshpejton Allahu dhu xhelal me dënu personin në dynja me gjithë atë që do të ruaj për të dënimin në ahiret, se sa zullumi edhe prishja e lidhjeve falefisnore. Këto dy gjëra janë çka e përshpejtojnë dënimin këtë dynjë dhe botën tjetër. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, do të hadith kutsi. Thot ana ar-rahmanu wa hiya ar-rahim. Thot unë jam ar-rahmani, Allahu dhu xhelal, dhe lidhjes e quajnë ar-rahim. Ngjashëm me emrin e tij, thot tashaqqaqtu laha isman min ismi. Ja kam nda një emër prej emrit tim. Kush e mban atë lidhje, e mbaj edhe unë lidhje me të. Dhe kush e shkput, edhe unë e dëboj, e largoj. Andaj, thirrja islame, qysh në Mekë, kur ka fillu, na zakonisht e kemi dëgju dhe është e vërteta, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fillu thirrjen duke i thirr njerëzit me adhuru Allahun një. E bashkë me atë thirrje ka qenë edhe thirrja që të mbahen lidhje falefisnore. Një sikur që ka ndodhur pastaj edhe hapat e tij të parë në Medinë. Ku ju ka thonë njerëzve, o ju njerëz, afshu selam, përhapni selamin, jepni ushqim, mbani lidhjet falefisnore, faluni natën, kur njerëzit flenë do të hynin në xhenet të shpëtuar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush dëshiron që t'i shtohet atij rrezku dhe t'i shtohet ymri i tij, jeta e tij, thot le t'i mban thot lidhjet falefisnore. Do thon këto ajete dhe këto hadithe që përmendëm tash, kurtimisht, flasin për vlera dhe flasin për dënime. Për dënime janë që nuk është vetëm çështja e shkputjes lidhje falefisnore që u përmend dënimi që nuk hyn në xhenet, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk hyn në xhenet ai që i prish lidhjet falefisnore. Thot pejgamberi sa men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir,
falyasil rahimahu, kur beson Allah ditën e fundit, le të mban lidhjet farifisnore. Shkputja e lidhjeve domethënë prek në vit parë më një herë çështën e imanit, se kur beson Allahun dhe ditën e fundit, atë shenjë e këtij besimit, shenjë që të je i sinqert në besimin tënd, që ka mbajtja e lidhjeve farifisnore. Parasysh se do të vim më vonë. Mbajtja e lidhjeve farifisnore sot është një sfidë për sfidave në vete, për cilën ka njerëz që e teprojnë në anën e ekstremit dhe tjerë që e neglizhojnë në ekstremin e kundërt duke e lënë tërësisht. Përse se nuk nisen ata nga kjo shtytje e madhe që jep besimin. Sepse nëse pret si për njerëzve raporte korrekte, reale, sinqeritet, modesti, edhe respekt reciprok në ndërsjellje me njëri tjetrin, me njëherë vjen të shkputja farifisnore. Pse? Se nuk e ka lidh punën me Allahun Dhuxhel. Nëse e ke lidh punën me sinqeritet, me Allahun Dhuxhel, atëherë ti nuk të pengon asnjë prej këtyre tjera nëse mungon. Përse se ti e ke qëllimin me kënaq Allahun subhanahu wa taala, me arrit atë që Allah e ka premtuar dhe me u kujdes mos me ra në atë që Allahu Dhuxhel na ka kërcënuar. Andaj nuk hin në xhenet, përshpejtohet dënimi, nuk ngritet vepra e tij, nuk zvet mëshira e Allahut, ndërpriten lidhet me Allahun Dhuxhel, ngushtohet rreziku përderisa zgjerohet rreziku tek ai i cili e mban këtë lidhje. Ndaj lidhjet farifisnore nuk është një gjëna në vete. Me ta ngërthejnë dhe vinë bashkë një grumbull i madh i gjunahave që normal hen aty në pastaj në inati, smira, më thonë përgojimi, hidhrimi me njëri tjetrin, e që për ata pastaj është hadithi pejgamberit alayhis salam se nuk i ngritën veprat e tyre të mira tek Allah dhe nuk pranohen derisa ata të pajtohen. Kjo çështja nuk është çështje e lehtë dhe e thjeshtë sa ndoshta e kemi menduar, por duhet ta kuptojmë se çështje pak më të ngritur dhe më madhore. Andaj nëse e kuptojmë këtë fillimisht, me thonë se ajetet dhe hadithet që flasin për rëndësinë që i kanë shumë korrekte dhe shumë të drejta dhe shumë të qarta, si me arrit na që t'jemi për atyre që shpresojmë të kemi mbajt lidhjet farifisnore. Çdo herë presim na lidhje farifisnore me mbajt me njerëz të cilët na shkojnë për shtati, me të cilët na kemi muhabet, të cilët na, si thash më herët, na e kthejnë respektin me respekt. E që feja këtu në ka ndërhy. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Laysa al-wasilu bil mukafi." Nuk është ai që mban lidhjet farifisnore personi i cili vetëm pret nëse dikush me të mban lidhjet edhe t'ia kthen. Thot ai që i mban lidhjet është personi i cili kur prishet ai lidhje, ky shkon dhe e lidhat me atë familje, me atë farefis, me atë antar. Hadithi është në Buhari gjithashtu. Do thonë lidhjet janë atëherë kur ka probleme, ku ka keqkuptime, ku ka inate, ku ka mosmarrveshje, mos pajtime, me shku dhe me i zgjedh ato probleme. Me shku dhe me afru dorën e pajtimit me njëri tjetrin. Me shku me dhënë ndihmën njëri tjetrin. Me kanë afër njëri tjetrin në momente të brengave, momente të mërzijeve, momente të piklimeve, momente të gëzimeve, padyshim. Çdo herë më kanë afër njëri tjetrit, sidomos çështjen e sadakas, çështjen e ndihmës financiare. Atë që e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është se sadakaja apo lëmosha që ja jep një të varfëri është një sadaka. Ndërsa sadaka që ja jep një familjari, një farefisnori, është sa 2 herë sadaka. Duke i dhënë përparësi se është më i afër me ty. Është edhe sadaka njëkohësisht dhe njëkohësisht është edhe mbajtje lidhje farefisnore. Pse? E ke ndihmu, do ta di për nder dhe do të mundohet të ta kthej atë nder nesër nëse i jepet mundësia. Pastaj është duaja për ta, me pyet dhe me u interesu për ta, me u këshillu me njëri tjetrin kur shohim diçka jo të hishme, kur shohim mangësitë të tjerët,
ku shohim probleme, ku shohim deformime, ku shohim devijime, çështja e secilit është, nëse e dojmë të mirën për vete, të duam edhe për të tjerë, sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe kurse dojmë një të keqe për vete, se dojmë as të keqe as për të tjerët, e sidomos në vit të parë për familjarët tanë. Pra, nuk caktohet fetarisht një formë apo një kohë, një mënyrë se si duhet të bëjmë lidhje farefisnore. Sidomos kohën e sotit, tashmë është edhe në forma të ndryshme, ndoshta edhe përmes telefonatave, ndoshta edhe përmes gjërave të ndryshme, koha nuk është e përcaktuar. Nuk mund të përcaktohet as me anë ditore, as javore, por përcaktohet në bazë të traditës. Sot na e shohim çdo herë kur bisedojmë brenda familjes, me dashamir, me farefis, çdo herë muhabeti sillet rreth asaj se sot shumë është një ftohje e raporteve familjare. Do të thonë, vizita të rralla apo fare hiç, interesim për njëri tjetrin, jo, mosdurimi në nivel shumë të lartë, mosgatishmëria për njëri tjetrin, për shumë probleme që i flasim njëri me tjetrin dhe provoni, bisedoni me një pak më të moshuar, ai do të dëshmon me fjalët e tij, me shembuj nga pak më e kaluara jon se si kanë qenë raportet e tyre familjare. Në një situatë ku gjendja e tyre, me thonë, edhe sociale, edhe ekonomike, edhe rrethana të tjera që kanë ekzistuar, edhe të sigurisë, kanë qenë më të vështira, më pak se sa sot që është. Megjithatë, respekti dhe nderi dhe mirësia ka qenë shumë në nivel të lartë. Ndërsa shembulltyra jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë shembullin më të lartë edhe gjatë predikimit të tij, padyshim si partës i misionit pejgamberllokut, por edhe gjatë disa situatave ku ta jep me kuptu se çështja e mbajtjes së lidhjeve është çështje madhore. Saqë ndonjëherë nuk është ka nevojë ai me tregu më për veten ku të tjerë më kanë folë për të. Pyetjen që e ka parashtuar Herakliu Ebu Sufjanit, edhe e ka pyetur për çfarë ju urdhëron ai, një prej përgjigjeve ka qenë ai na urdhëron të falmi namaz, të japim sadaka, të jemi të ndershëm dhe të mbajmë lidhjet farefisnore. Ebu Sufjani në një moment kur atëherë nuk ishte ende musliman, dëshmon nga ajo që e ka pa me sytë e ballit, nga ajo që ka dëshmu duke e pa dhe e ndjek veprimtarinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se shumë i ka dhënë rëndësi çështjes së mbajtjes lidhjeve farefisnore. Edhe ka qenë një prepika që është vërejt, është nda anësh, është shënuar, mas namazit, mas sadakas, ndershmërisë, lidhja farefisnore nuk ka mund që mos ekzistojë në fjalorin e tij. Është vërejt me të madhe. Tishte ka një vepër e rëndomt, një vepër aty por aty që ka ndodhur, nuk do të shënojë. Një vepër që ndoshta na ndodh edhe brenda vitit një herë ose edhe më rrallë. Shënohet ajo. Nuk përmendet që ka ndodhur bile. Por kjo që po përmendet se një prej obligimeve dhe për detyrat që na ka dhënë është çeka edhe mbajtja e lidhjeve. Thash parzit, njerëzit herët në fillim të shpalljes e kanë vërejt këtë. Një prej tyre, prej sahabëve e përcjell, thotë kam ardhur në Mekë në fillim të shpalljes. Thotë kam hyrë te pejgamberi alayhis salam dhe i kam thënë, kush je ti? I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ana nabi, unë jam pejgamber. Thotë çka është pejgamberi? Kush është profet? Kush është ky pejgamber? Thotë Allahu më ka dërguar mua. Thotë me çka të ka dërguar Zoti? Thotë Allahu më ka dërguar që të mbajmë lidhje farefisnore, me i shkatru idhujt dhe me madhnu Allahun dhe mos me bërë shirk atij. Po kthehemi prakt te ajo tërësia e thirrjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, fillim ka e shohim se është njëshmëria në Zot, adhurimi, ibadetet, prishja e idhujve, çdo lidhje çka është në këtë kuptim, idhuj mund të kanë po diçka i ndërtuar apo idhuj në kuptimin abstrakt. Shkatrimi gjithatë por përkushtimi i plot ndaj Allahut dhe mbajtja e lidhjeve farefisnore. Andaj është një moment vetëm këtë do ta ndaj nga jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në momentin e çlirimit të Mekës.
vjen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me bash sahabët e tij dhe çlirojnë Mekën. Në atë moment afrohet një grua e vjetër e shtyrë në mosh dhe menxisa afrohet, ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e njeh se kush është ajo. Ishte Halime Saadije, gruaja e cila i kishte dhënë xhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në periudhën e fëmirisë, përdesa ka qenë në fshat. E ul pranë tij, duke e vëndu gjybën e tij mbi gur që mos ulet drejt në pluhur. E ul dhe thot sahabe, mleni mu pak me nënën time çmallem, se se kam pa mati. Do thon momentet çlirimit, momentet të angazhimit, momentet të umetit, momentet që po të arsetohet që nuk ka pas kohë me ndet me ta, ndoshta do të gjejmë arsye se i vërsulën nga gjithë sahabët, momente kritike, momente që nis kishte përfunduar çështja e Mekës, ende po zinin vend sahabët e kështu me radh, ulet dhe çmallet dhe ndron muhabet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me Halime Sadi. Nuk e kishte harruar kur mirësinë e saj. Jo, kjo vetëm një prej shumë shembujve të tjerë. Andaj e shohim se mbajtja e lidhjeve është një detyrim. Më i ponat çdo herë pa e parashëm këtu një pyetje se të një detyrimet a ka mundësi me ra? E themi që është obligim, por a mund që një obligim të ekzistojë deri në një moment, me një moment me ra? Ka mundësi që edhe ky obligim dhe ky detyrim të bjen, po janë momente dhe janë rrethana, janë raste shumë të veçanta që megjithatë kërkohet për një muslimani të din mirë të menaxhon situatën, të din mirë se si të sillet më pas me ata persona. Për shembull, kur mund të ardhë ajo situatë? Nëse personin që do ta vizitosh, me personin që do të kesh raport me të, Allah na ruaj, thret në shirk, bën sihr, vret, bën mëkate të mëdha hapur, pa fije turpi duke thirrën ta, sulmon, dëmton. Nëse këto janë prezente, atë për të arrujt besimin ton, për të arrujt imanin ton, na ndoshta përkohësisht mund të themi se mund të vim deri të një ftohje e raporteve, por jo duke i shkput ato të gjithë. Pse? Se ndoshta ti nuk do me thonë që do të shkosh dhe do ta vizitosh më shpesh se një tjetër me cilën ke mirëkuptim, por ndoshta do të mjafton gjatë festës Bajramit, ndoshta do të mjafton një Ramazan, ndoshta do të mjafton një telefonat, ndoshta do të mjafton me një hedije, duke interesuar me ta në mënyrë përgjithshme. Ku e gjejmë këtë? E gjejmë tek ajeti kuranor ku Allahu dhul xhelal thot: "Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilm." Nëse ata dy të shtyn me zor që të më bësh shirk mua, thot Allahu dhul xhelal. Për kam flet këtu? Flet për prindërit. Nëse dy prindërit e detyrojnë, e imponojnë familjen e tyre me bë shirk Allahu dhul xhelal, atëherë ky, thot Allahu dhul xhelal, ma laysa laka bi ilm, për atë të cilën ti nuk ke fare dije, fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Mos i nderon këtë pikë. Dhe në dynja shoqëroj ata mirë. Shiko? Ne nuk guxojmë të ndajmë ajetet kuranore, ti shkpusin ata. Thot Allahu dhul xhelal, mos i respekto kur të urdhnojnë për mëkat, kur të urdhnojnë për shirk. Jo, fal. Bab, nan, loçk të zemrës, por Allahu ka respekt më të madh. Nuk u aqojmë në vend fjalën e tyre, por njëkohësisht nuk i prishim lidhjet dhe raportet tjera. Wa sahibhuma fi dunya ma'rufa, shoqëro me ta në dynja me mirësi, fol mirë me ta, sillu mirë me ta, mos e ngrit zërin ndaj tyre prap. Allah mos e vëp me godit ata. E jo mi përzon për shtëpisë. E jo, shumë gjëra tjera, gjëra të dynjas që jenë raportet një prindje dhe një fëmijë. Shiko sa preciz dhe sa qartë flet Allahu në këtë sure, surën Luqman, që është një prej porosive të
Lukmanit. Do thonë, nuk guxojmë na të themi fala tuti'huma, mos i ndero, mos i respekto, u krin na i prishëm punë me çdo antar familjes që na urdhon për të keqe. Wa sahibhuma fi dunya ma'ruf, ku e lam këtë ajet, këtë pjesë të ajetit, shoqëroja të në dunja me mirësi me secilin veprim kështu. Mund të jetë prindi, mund të jetë vllau, mund të jetë axha, mund të jetë daja, mund të jetë tjetri, me secilin çështjet e dunjas, çështjet tjera mundohemi me fjalë të mira, sepse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, muslimani nuk është akuzues, muslimani nuk është fyes, muslimani nuk është mallkues, nuk ka gojë fëlliçur. Prap qëndrojmë besnik në bazat e fesë. Thonë një prej dietarëve, sikur që është Ibn Abdul Barri, thot ka konsenzus të ulemave se në disa raste ka ftohje të raporteve edhe më tepër se 3 ditë, sikur që është përmend në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se vetëm në 3 ditë është me bë hijr njeriu vllaut të tij musliman. Thot ka raste që i kalon edhe 3 ditë. Por nëse kjo është për shkak me mbrojt dinin, fenë e tij, fenë e personit, apo për shkak se ka kujdes se mos pe gjen ndonjë lëndem, ndonjë dëmtim veten e tij, apo pasurinë e tij, apo shtëpinë e tij, e kështu me radhë, familjen e tij, atëherë në këto raste është hajr xhamil, është injorim apo largim, distancim i mirë. E thonë fa hajrun xhamilun khairun min mukhalatatin mudarra. Ndonjëherë me pas një distancë është më mirë se sa me u përzis shumë e më në ardhe të një problem edhe më madhor. Andaj, këto ishin ajetet që na dhanë rëndësinë e lidhjeve farefisnore, kërcënimet, vlerat, virtytet e mira që ka muslimani në mbajtjen e këtyre lidhjeve, dhe njëkohësisht do të me pas parasysh se sot deri te prishja e lidhjeve farefisnore shpesh na vjen jo nga këto arsyet që u përmend. Na vjen shpesh prishja e lidhjeve farefisnore për shkak neglizhencës, përtacisë, për shkak mos përfiljes farzeve. Ndoshta nuk e kemi ditë që është farz. Ndoshta humbja e një farzit nuk është çështje e vogël. Ndoshta nuk e kemi ditë se sa vlerës, sa sevape ka praktikimi i këtij farzi. Se na shtot rreziku, se na shtot ymri, se na vjen bereqeti, na pranon veprat e mira, mbahen lidhjen me Allahun Dhu Xhelal. Po neglizhenca dhe mospërfilja dhe përtacia është një prej shkaqeve që sot njerëzit janë ftohtë me njerëzit dhe vjen në shesh tregohet ajo egoja e secilit, pastaj se secili mjaftohet me jetën e tij, secili mjaftohet me shtëpinë e tij, duke mos qel dyer për vizita dhe për shkëmbim të ndejave e kështu me radhë. Dhe është bën një moment dhe një jetë shumë e ftohur mes njerëzve. Ama jo për diçka tjetër, pse mes tyre ka vërejtje të llojit të tillë, të shirkut, të vrasjes, të sërrit, të kështu me radhë. Jo. Thjesht është neglizhencë. Thjesht është një përtaci, është një dembeli e madhe që ka kapluar shumë më të madhe njerëzimin. Pastaj është dinamika kohore. Është e vërtetë dhe këtu do t'i japim ato mendimet tona, shpjegimet tona, ku t'ja çellojmë është prej Zotit, ndoshta mund edhe të gabojmë. Dinamika kohore sot dallon prej dinamikës mëhershme. Edhe këtu pastaj diskutimet që ka bën mes gjeneratave e vërem se dallojnë ato analizat e tyre, ndërsa dallojnë analizat tona sot. Është e vërtetë se në të kaluamën nuk ka pas një dinamikë të tillë si sot. Për vetë faktin që programi i punës ka qenë ndryshe, një program më ndryshe, ku në orët e vona, do të thonë në përgjithësi, kanë qenë njerëzit të lirë nga angazhimet e punës. Që ich më bëna Allah, po jena në minutën e fundit, do të më bo linkun tjetër. E bëna Allah. Po mirë, atëherë dalmi te linku tjetër, inshallah. Po dalim njerë, po? Se edhe pak e përfundoj. Po, edhe pak sekonda kam mbetë, kështu që po dalim njerë. Linku i ri del pas disa minutash në Facebook. Inshallah, tek profili jam. Selamu alaikum, dëgjohemi për pak. Wa alaikum salam. Bismillah.
Atëherë po vazhdojmë aty ku mbetëm. Çështja më madhe dhe diskutimi jonë ishte tek shkaqet të cilat sjellin sot në prishjen e raporteve familjare apo parafisnore, sfida të reja, sfida me cilën ne ballafaqohemi gati se për çdo ditë. Një prej tyre u përmend është edhe neglizhenca, përtatësia, mospërfillja e farzëve. E dyta padyshim është edhe dinamika kohore, ku sot njerëzit jetojnë me një program krejtësisht ndryshe nga ajo që ka qenë më herët, ose për shkak të angazhimit familjar ku edhe prindi, edhe baba dhe nana janë të angazhuar me punë jashtë shtëpisë, padyshim, ku fëmijët kanë mësim deri në orat e vona dhe pastaj kthimi nga puna dhe kthimi nga shtëpia nuk të jep atë komoditetin që ti të shkosh apo të presësh musafir. Megjithatë, besimtari shikon një model përshtatshëm për kohën e tij, për rrethonat e tij, ndoshta në momente kur është më tepër i zonën, nuk do të mund, po nuk e përjashton ajo mundësinë që ajo të ndodhe për shemb brenda vikendit apo në ditë tjetër kur është ditë feste, sidomos që e përmendëm, apo janë ditët e pushimit, ditët e pushimit punës, ditët e pushimit javor edhe veror, stineve e kështu me radhë. Për gjërave që sot ndikon në prishjen apo në ndërprerjen e lidhjeve, sepse gradualisht vjen deri te ftohja, ndërprerja edhe prishja krejtësisht e lidhjeve, është edhe kushtet ekonomike. E thash edhe më herët, në të kaluamën, njerëzit nuk kanë pas kushte të tilla sikur që janë sot. Vendbanimet kanë qenë më të rëndomta, më të thjeshta. Veshja e tyre ka qenë më e thjeshtë, më e varfër. Ushqimi i tyre ka qenë ende më i varfër. Megjithatë ka ekzistuar një harmoni, një, si thënë, muhabet, një dashuri mes tyre që e kanë përjetuar dhe e përmendin edhe sot. Sot nuk është çështje që nuk është gjendje ekonomike e mirëfill, dhe aty këtu, po a ka dallim më të madh në masën e shoqërisë? Ka. Përderisa më të kaluamën ka qenë një masë e përgjithshme ku gjithë shoqëria ka pas një farë situate aty këtu ngjashme në mënyrë tjetër. Sot ndoshta për shkak të dallimeve ku ai tjetri ngushtohet dhe i vjen zot tafton tjetrin për shkak se nuk i ka, domethënë, kushtet e sodit, domethënë që janë pak të tepruara, të dalën në lukse të pritjes dhe të përcjelljes, që një pritje në përcjellje mund t'i kushtoj aty me gjysmëpagë kështu me radhë, andaj mbi ngarkesa të cilat nuk mund t'i bart një familje dhe shkon deri te ftohja. E sidomos këtu ne lidhet pastaj edhe çështja e materializmit. Jo gjithë nuk e kanë kushtet. Do thonë secili mund me prit dhe me nderu dhe me vizitu edhe me pak harxhime, edhe me pak shpenzime, duke mos e tepru, duke mos shku në gjëra luksoze. Andaj nuk të kushton dhe nuk bëhesh bar. Pastaj nuk është kjo shenjë e mirë se ti kalon në materialist. Domethënë bëhesh i varur vetë asaj se sa do të harxhosh, sa do të kushton, çka fshehet mas saj, nuk i matim na si musliman këtë gjëra. Pasuria më e mirë që shpenzohet është pasuria që jepet në familje, e tha edhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin që e lexuam më herët. Domethënë duhet me pas kujdes që mos të vim deri te materializmi që do të bëhemi koprac, që nëse na vjen musafiri, nëse do ta nderojmë musafirin, nëse do të shkojmë musafir, do të bëjmë këto harxhime, kështu që më mirë po rrim në shtëpitë tona. Andaj jo pse i kemi kushtet e rënda, jo pse s'kemi mundësi, po për shkak se kemi rënë gradën e ulën, gradën e kooperacisë dhe na dhimbsen ato të holla të japim në këto momente për të mbajtur lidhje falfesnore. Tjetra janë problemet familjare. Aty ku ka probleme në një familje, padyshim që një prej pasojave negative të asaj familje është edhe futja e lidhjeve, për shkak problemeve, për shkak inateve, për shkak mospajtimeve, kacafytjeve me njëri tjetrin.
për shkak të ndarjes së disa pasurive, për shkak të ndarjes së disa toka, disa trashëgimive, e kështu me radhë, për shkak shumë problemeve, edhe konkrete dhe jo konkrete, atë vendit e ftoja dhe prishja, e që ato duhet menaxhohen me drejtësi, duhet me ndërgjegje të lartë, me këshillim, duke a dashur të mirën njëri tjetrin, duhet zgjidhen të probleme, sepse janë probleme brenda familjarë, nuk i takon ashtu muslimanët të sillet dhe të vjen dete shkputja lidhe për shkak këtyre problemeve. Është një prej gjërave që ndikon edhe mosdurimi. Na jemi njerëz, dallojmë me njëri tjetrin. Dallojmë përka personaliteti, sjellja, karakteri, dallojmë përka profesioni, dallojmë përka arritja jonë intelektuale, shkollimi, e kështu. Njerëzit janë niveleve të ndryshme. Andaj nuk duhet me pru veten deri në atë situatë që na mos ta durojmë as një tjetër mendimin e askujt, po sahet dominon mendimi jon, sepse unë jam i shkolluar, unë jam i këtij profesioni, ai tjetri është më pak i shkolluar, kështu. Me këto dallime nuk janë dallime të mira, po ato janë shenja të mendjemadhësisë që nuk duhet njeriu ndaj tjetrit të tregon e përsi pse është ndoshta më i pasur, pse është më me famë, pse ka ndonjë post më të lartë, apo pse ka edhe shkollë më të lartë. Këto nuk janë gjërat të cilat japin e përsi njerit për që ardhet e shkputja e lidhë, po jemi të durueshëm ndaj njëri tjetrit, duhet të durojmë edhe të mirat, edhe të këqijat të ndajmë së bashku. Edhe këto ishin disa largësia normal, edhe largësia, distanca familjare me njëri tjetrin është një prej probleme, po është problem pak më i lehtë që ajo mund të menaxhohet, si thash më herët, edhe përmes telefonit, çdo herë duke e lutur Allahun dhe xhelal që Allah të na bën për atyre që një mend jemi besimtar të sinqert në fjalë dhe në vepra, mundohemi dhe arrim të praktikojmë çdo sferë të jetës fetare, çdo ajet kuranor, çdo hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke qenë besnik ndaj atyre, duke mos i lënë anësh këto obligime, këto farze, me arsyetime të përditshme, me arsyetime që më shumë na bën ta mashtrojmë veten se sa që janë arsyetime reale, sikur që përmenda disa prej rasteve që mund të përjashton aty këtu, por çdo herë duke gjetë metodën, duke e parapo vetes se jemi edhe thirrsa, do të jemi edhe persona të cilët thrasin për të mirën, ndalojnë nga e keqja, këshillohemi me njëri tjetrin, metodë, fjalët, momentet, koha do t'i zgjedhim ne inshallah. Kjo ishte ajo shkurtimisht që deshta ta ndaj me ju. Shpresojm në Allahun dhe xhelal që të kemi thënë diçka që është Allahu i kënaqur dhe është razi me neve, aty ku kemi gabuar Allahu na falt. Allahu i shpërbleft. Wassalamu alaikum. Nëse ka diçka doni pyetje tani të ardhmen, jeni të mirëseardhur. Allahu shpëlef shi, faleminderit shumë. Një pyetje ke marrë privat, besoj? Në WhatsApp? Po, Po, pak më herët që ishte. Pyetja në lidhje me një familje, nëse vjen puna dhe të ftohja lidhje farefare, nëse në atë familje, për shembull pihet alkooli, apo janë disa mëkate të shfaqura që bëhen haptas, për cilat mëkate ti ke dro për veten, edhe për fëmijët e tu, për familjen tënde. Kjo është çështja që paksa e dhash një ilustrim rreth asaj, se sa duhet na të menaxhojmë situatat. Po, farzi bjen ku ka mëkate që mund të rënojnë këtë farz. Por jo dhe për mëkate të vogla. Shembull, nëse me një familje ka njerëz të cilët pinë duhan, ka vajza të cilët nuk e vënë shamin, ka njerëz të cilët nuk janë të kujdesën në fjalë, aty këtu mund me thy, mund me shah, më shumë. Sikurse çështja e këtyre 2-3 mëkate që ngjashme me këto që po përmend, atë nuk mund me ardh deri te shkputja e lidhje farefisnore, sepse për shkak këtyre mëkateve ti nuk mund të dalë prej shtëpisë. Do thonë në rrugë, po në vendin e punës, po Allah na ruaj tash edhe në borë xhamis i ke këto probleme. Ku njerëz
falen, po në Borxhami se pe duhanin. Njerëz falen, po ndoshta në Borxhami shan dhe fyen. Në rrugën në lokal, në shitore, në supermarkete, kështu me radhë. Pra, jo për çdo lloj mëkati do të marrë të shkputja lidh, por çështja e alkoolit është çështje e madhe, por sidomos kur ajo lidhet me edukimin e brezave të ri. Atëherë, na çka bëjmë këto raste? Në momente ku shfaqen këto gjëra, nuk shkojmë. Po zgjedhim momente tjera ku nuk do të ketë prezent alkoolit, nuk do të ketë shikime të serialeve të dyta, nuk do të ketë shikime të emisioneve dhe programeve të turpshme, sikur që janë Big Brother të tjera, nuk do të shkojmë dhe nuk do të dërgojmë fëmijët aty përdesa e janë ato emisione. Momentin që e dim se më një kohë, më një ditë nuk ka as emision, atëherë zgjedhim atë ditë spaku për të ikë nga përgjegjësia për ta çon vend një prej obligimeve, një prej detyrimeve të Zotit, edhe ndoshta ajo mund të jetë, si thashë edhe më herët, jo e shpesht, pak më e rrallë, por jo edhe me shkput totalisht. Duke u kanë i kujdesshëm, spaku ti mbajmë lidhjet, mos jenë të shkëputura. Jemi thirrës, mundohemi kur i vizitojmë me të mirë, me urtësi, me dituri, i këshillojmë, i thrasim ka i mira, sepse muslimanët, ata të cilët e njohin të vërtetën, ata të cilët e kanë kuptuar udhëzimin e Zotit, nuk thrasin ka e vërtetë. Kush të dy theret atëherë? Ata do të jenë shumë larg atëherë në dëgjimin të vërtetës, shumë larg udhëzimit të Allahut dhe xhallahu, nëse nuk dëpërton ajo frym apo ajo udhëzim përmes shoqërimit, përmes ndjes me ta. Mendoj kështu, inshallah, e kemi dhënë një përgjigje sa do pak të drejtë. Allahu të shpëlbeft më të mira dhe Allah të shpëlbeft vëllezërit të cilët morën pjesë. Amin. Allah shpëlbeft edhe juve për ftesën, për nderin. Amin. Allah takomi çdo herë vetëm me të mira e me Inshallah taala. punë të radhës. Faleminderit shumë. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah i rujt. Tere. Kemi në Amin. radhës. Wa alaikum salam.